Përshëndetje miq të Radio Travel, jeni duke dëgjuar edicionin informativ më të bukur, Happy Feet. Letra që të ngro zemrën. Në një botë plot mesazhe të shpejta dhe emoji, dikush vendosi të bëjë diçka ndryshe, të marrë një letër, një sirolaps dhe të shkruajë si babi. Kështu lindi projekti i letrës nga babai, një nismë që filloi si një video virale në TikTok dhe sot është kthyer në një rrjet global baballarësh vullnetar që dërgojnë letra të shkruara me dorë për njerëzit që ndihen vetëm ose u mungon figura e babait. Ideja u krijua nga Rosie Paulik, e frymëzuar nga babai i saj James, ose siç e thërasin të gjithë, Buzz. Gjatë jetës ai ka shkruar vajzës së tij mbi 3500 letra. Jo SMS, jo WhatsApp, letra të vërteta. Me këshilla jete, mbështetje dhe me ato fjalët klasike që vetëm baballarët dinë t'i thonë. Dhe Rosie mendoi, po sikur këtë ndjesi ta ndani me të tjerët? Sot mira njerëz nga e gjithë bota kanë kërkuar një letër, kryesisht të rinj që kanë humbur babain ose që nuk e kanë pasur kurrë në jetën e tyre, ashtu siç ata do të donin. Për të përgjigjur kësaj kërkese, qindra baballar vullnetar janë bërë pjesë e këtij projekti. Një matse me pjesëmarrje 100% në shkollë. Në Glasgow, në Skoci, ndodhet një nxënëse që nuk mungon kurrë në shkollë. Nuk ankohet për detyrat, nuk kërkon pushim dhe ka 4 putra. Pra, po flas për një matse. Quhet Kiki, është 2 vjeçe dhe çdo mëngjes shoqëron pronarin e saj 10 vjeçar Soni deri te shkolla fillore. Dhe jo, nuk vjen vetëm për ta përcjell. Kur bie zilja, Kiki nuk ikën në shtëpi. Ajo qëndron gjithë ditën në obor, hyn në klasa, përshëndet nxënës e mësues dhe është kthyer në maskotën jo zyrtare, por më të famshme të shkollës. Por Kiki nuk është aty vetëm për foto dhe për këdhelje. Shkolla e përdor për të mësuar fëmijëve se si të kujdesen për kafshët dhe pse respekti ndaj tyre është kaq i rëndësishëm. Ajo është kthyer edhe në një simbol bamirësie me produkte që shiten për kauza të mira. Kur deti ndes dritat, energji nga valët në Los Angeles. Në portin e Los Angelesit po ndodh diçka vërtet interesante dhe këtë herë protagonist është deti. Për herë të parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka nisur funksionimi i një projekti pilot që prodhon energji nga valët e detit, dhe jo larg në oqean, por direkt në tokë busportit. Teknologjia quhet EcoWave Power dhe aktualisht prodhon rreth 100 kW energji. Me pak fjalë, mjafton për rreth 100 shtëpi. Plani është që ky sistem të rritet deri në 60 MW, që do të thotë drita të ndezura për rreth 60.000 shtëpi. Dhe gjithë kjo vetëm nga dalgët që vinë e ikin pa u lodhur fare. Jo më kot, revista Time e ka përzgjedhur këtë teknologji si një nga shpikjet më të mira. Ky projekt pritet të shërbejë si një model për porte të tjera në Bregdetin Perëndimor, ndërsa Kalifornia vazhdon misionin e saj ambicioz, energji pa karbon deri në vitin 2045. Sekreti i një jete më të gjatë, vetëm 4000 hapa. Një studim i ri ka zbuluar se gratë e moshuara mund të përmirësojnë shëndetin dhe të rrisin jetëgjatësinë duke ecur 4000 hapa, 1 ose 2 ditë në javë. Sipas studiuesve, ato që arrin këtë gjë kanë më pak gjasa të sëmuara nga zemra. Hulumtimi i botuar nga British Journal of Sport Medicine tregon se nuk ka rëndësi nëse hapat bëhen një herë gjatë ditës ose shpërndahen në disa momente, rëndësi ka numri total i tyre. Studimi tregoi se nuk ka një mënyrë më të mirë për të bërë këto hapa, rëndësi ka thjesht të lëvizësh. Pra nuk është e nevojshme të bësh maratona. Edhe disa hapa në javë mund të bëjnë mrekulli për shëndetin. Palca kurrizore që shërohet, shpresa po printohet në 3D. Shkenca na surprizon sërish. Këtë herë nga Minnesota e Shteteve të Bashkuara vjen një lajm që duket si nga e ardhmja. Palca kurrizore e dëmtuar mund të riparohet me ndihmën e printimit 3D. Studiuesit e Universitetit të Minnesotës kanë krijuar një lloj skeleti biologjik të printuar në 3D që vepron si një urë për nervat e dëmtuar. Sepse deri më sot një nga problemet më të mëdha ka qenë pikërisht kjo. Nervat nuk dinin se të kalonin endekun e dëmtimit. Ky skelet i vogël ka kanale mikroskopike ku vendosen qelizat staminale. Ato kthehen në qeliza nervore dhe nervat fillojnë të rriten, të lidhen, dhe ekspertët e quajnë këtë një hap gjigant për mjekësinë rigjeneruese. Pra, ndoshta në të ardhmen, printeret 3D nuk do të bëjnë vetëm objekte, por do të rindërtojnë jetë. Dhe me këtë lajm ne kemi arritur në fund edhe për episodin e sotëm, por ne do të dëgjohemi sërish nesër vetëm në Radio Travel.